Në vitin 1917 në Rusi ndodhi një ngjarje që u kthye në një histori frymëzuese, një histori dashurie, por mbi të gjitha respekti. Ndiqeni me vëmendje dhe kush është rastisht nëse nuk e ka bërë ende bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Ndonse sot kjo histori është disa i kanë ndryshuar emrat, i kanë ndryshuar vendin, i kanë ndryshuar dhe datat, por unë do të mundohem t'ju tregoj historinë që pretendohet të jetë e vërtet ky version që do t'ju them tani. Ishte viti 1916 dhe në Rusi, pranë Siberisë, një vajzë me emrin Katrina njohu një djalë me emrin Aleksej. Ata sa u panë u dashuruan me njëherë me shikim të parë. Dhe teksa koha kalonte, ngacmonin njëri tjetrin, unë të dua më shumë, ti nuk më do aq sa të dua unë, etj. Dhe ky ngacmim bëri që ata t'i premtonin njëri tjetrit dashuri të përjetshme. Por nuk kaloi shumë dhe sapo erdhi viti 2017 dhe në vitin 2017 Rusia u përzie në luftën e parë botërore. Dhe kështu që Aleksejit i erdhi një letër që të paraqitej për të shkuar në luftë. Dhe çfarë bëri? Ai shkoi vrap tek Katrina dhe i tha që e kishin të rritur për luftë. Ishte i detyruar të shkonte, kështu që ata u martuan atë ditë veç të dy, mes njëri tjetrit. Pra, i bën një premtim, një martesë mes njëri tjetrit dhe një premtim që ajo i kërkoi që ai të kthej. I tha, ti duhet që të kthesh sepse ne duhet të jetojmë bashkë dhe duhet që të bëjmë fëmijë dhe të bëjmë një familje. Dhe ai i premtoi, madje jo vetëm kaq, i tha do kthehemi gjallë, i tha. Mos u bëj merak dhe unë do të dërgoj letër në çdo ditë. Premtom, i tha ajo dhe kështu ndodhi. U nis Aleksej dhe ditën që u nis, ajo, pra Katrina, e shoqëroi tek stacioni i trenit. Dhe mes qarjeve dhe përqafimeve, Aleksej shkoi në luftë. Dhe gjën e parë që bëri, ditën e parë kur shkoi në luftë, ai dërgoi letrën e parë. Dhe ajo e lexoi me ëndje letrën e parë. Mirëpo priti që t'i dërgonte letra të tjera. Priti një ditë, 2 ditë, 3 ditë. Asnjë letër. Atëherë ajo vendosi që të shkojë tek stacioni i trenit, që ta priste aty. Dhe filloi që ta priste tek stacioni i trenit i quajtur Pam. Por Aleksej nuk vinte. Ajo priste që t'i dërgonte letër, por as letër nuk i vinte. Vajza, pra Katrina, shkonte çdo ditë aty tek stacioni i trenit të priste kur vinte treni, nëse dikush do zbriste nga treni dhe mes tyre mund të ishte dhe Aleksej. Mirëpo koha kalonte dhe ajo qëndronte gjithmonë aty. E çuditshmja ishte që me kalimin e kohës u bë shumë e njohur aty sepse filluan që ta njihnin njerëzit, se shikonin që ajo për ditë ulet tek një stol, ishte një stol aty në cep të stacionit të trenit, duke pritur. Dhe pas disa muajsh, kuptuan që ajo priste dikë, por nuk i thanë gjë. Kaloi kohë, kaloi një vit, madje kaloi edhe një vit tjetër, 2 vjet. Dhe Katrina shkonte gjithmonë tek ai stacioni i trenit, gjithmonë në momentin kur vinin trenat dhe gjithmonë tek ai stol ulej teksa priste Aleksejin. Por Aleksej nuk po kthej. Vazhdoi koha, sepse koha ecën dhe ajo mendoi që sepse nuk kishte asnjë të dhënë. Në fakt ajo shkonte që të merrte në një të dhënë, nëse dikush kishte dërguar një lajm për shembull që ai kishte vdekur, por asnjë lloj lajmi. Pra as i gjallë, as i vdekur. Dhe ajo nuk dinte se kush ishte fati i Aleksejit. Dhe vazhdonte çdo ditë që të rrinte aty tek stacioni i trenit. Mirëpo pas disa vitesh filloi revolucioni. Dhe pas revolucionit, e megjithatë, ndonse gjatë revolucionit, ajo shkonte gjithmonë tek stacioni i trenit. Kaloi revolucioni, u ndërruan edhe trenat, filloi që të ndërrohej edhe vendi aty, bile filluan edhe punimet, që të bënin punime, lart e poshtë. Mirëpo ai stol, aty ku rrinte ajo grua, nuk u prek. Në fakt, pas disa viteve, 6 apo 7 viteve, e quajtën stolin e gruas së panjohur. Dhe filluan që ta njihnin që të gjithë. E njihnin që ajo ishte gruaja e panjohur që priste tek ai stol. Dhe sa herë që ajo shkonte tek ai
ai stacion treni, që të gjithë ata që ishin aty që e njihnin, ngriheshin nga stoli, pa e kuptuar dal nga dal që ajo tulesh tek stoli. Dhe kështu vazhdoi për vite me radhë. Një ditë i shkuan nga bashkia, një funksionar i bashkisë së bashku me një grup njerëz dhe i thanë: ti nuk duhet të rish më këtu, është edhe për të mirën tënde, sepse të rish këtu më kot, është e kot. Lufta ka marrë fund, sepse lufta kishte mbaruar, lufta e parë botërore. Mirë po ajo priste gjithmonë, priste sepse ndoshta mund të vinte. Kaluan vite, pra që nga viti 1917 deri në vitin 1930 ajo vazhdonte që të ishte aty. Mirë po, një ditë, teksa shkoi tek stacioni i trenit, shikon që aty tek stoli ishte ulur një i pastre. Dhe ai i pastre ishte vënë diçka nën kokë dhe ishte aty. Ajo nuk mendonte që ishte një i pastre, por ju afrua dhe po e shikonte me cep të syrit. Ai e pa, nuk dinte që ai stol, me fjalë rrinte ajo grua dhe nuk lëvizi. Gruaja nuk tha asgjë. Ajo u shkëput disa metra aty larg, me duar të kryqizuara, priste trenin. Kur erdhi treni, shikonte burrat, njerëzit që zbristin një nga një, por ai njeri që ajo priste nuk zbriti kurrë, sepse Aleksej nuk dihet nëse ishte gjallë apo kishte vdekur dhe nuk gjetën copat e tij. Kaloi një kohë dhe kaloi edhe një kohë tjetër. Pra në vitin 1932, pas 15 vitesh, ajo vazhdonte që të shkonte tek stacioni i trenit. Në fakt, stacioni i trenit kishte ndryshuar shumë, sepse nuk ishte më si më parë. Kishin vendosur binarët e trenit nga një ana e majt e pamit, pra të këtij vendi, dhe ajo sidoqoftë shkonte tek ai cepi aty ku vinin trenat e dikurshëm. Me shpresë që ndoshta do shikonte, se mund të vinte diçka. Mirë po, ende asgjë. Një ditë erdhi një tren që qëndroi pikërisht tek ai vend ku ajo ulej. Një tren i vogël, një tren që nuk kishte lidhje fare me këta trenet e tjerë. Nuk ishte një tren i shpejt, por një tren nga ta rajonalët të vegjëlit. Ajo mendoi fillimisht se mos ishte ndonjë tren sepse pa përballë, mos ishte një tren mallrash. Jo, ishte një tren i vërtet. Sidoqoftë ajo aty e ulur në stol dhe priste duke parë njerëzit që zbristin një nga një. Mirë po, në fund të trenit pa një zotëri që ishte i thinjur dhe kishte një bastun në dorë, ishte shumë i dobët dhe me zor este, bile shikonte majtas djathtës dhe shikonte se mos e priste kush. Ajo u ngrit në këmbë dhe shkoi, driti. Ju afrua dhe e njohu me njerë. Ishte Aleksej. E përqafoi, u përqafuan të dy. Dhe ai e dini se çfarë i tha? Më fal që u vonova. Çfarë i kishte ndodhur Aleksejt? Ajo i tha: nuk ka problem. Më falta që të prita deri tani, i tha ajo. Dhe e mori Aleksejn për krau dhe shkuan drejt në shtëpi. Aleksej i tregoi gjatë rrugës që gjatë luftës së parë botërore, pra në vitin 1917, ditën e parë që ai kishte shkruar letrën, pasi i shkruajti letrën dhe e dërgoi, ai shkoi në betejë dhe aty u dëmtua. U dëmtua jo vetëm nga këmbët, por edhe nga trupi. Dhe për rreth 11 vjet ai nuk mbante mend asgjë. Dhe kujtesa e tij erdhi dal nga dal. Nuk kishte asnjë dokument në xhep dhe askush nuk dinte asgjë për të. Pra ai nuk dinte, askush nuk dinte se kush ishte. Dhe si do ta kthenin në shtëpi, sepse në atë kohë nuk kishte një test ADN-je, si do ta kthenin atë në shtëpi nëse ai nuk kishte asnjë dokument dhe nuk e njihte askush. E kështu, me kalimin e kohës, pas 11 vjetësh, 12 vjetësh parafërsisht, ai filloi që të merrte veten dhe dal nga dal atje në spital ku ata e mbanin. Me kalimin e kohës ai vazhdoi që të rikujtohej për jetën e tij të mëparshme, derisa u kujtua vendin nga ku ishte nisur. Dhe e dini se kush ishte fjala që e ktheu atë në jetë? Pra, sipas specialistëve, ashtu siç tregonte dhe Aleksej, një nga mjekët i thoshte, e pyeste gjithmonë se kë dashuronte më shumë, kë donte më shumë. Me një fjalë, nëse donte nënën, nëse kishte një fëmijë, një baba, një vëlla apo etj. Ai tha
fjalën e parë që tha Ketrina. Pra, ju kujtua vetëm emri i saj. Nuk dihet se përse, pra mund kujtonte emrin e nënës apo dikujt tjetër, por nuk dihet se përse ai tha që kujtova vetëm emrin tënd. Dhe fal atij emri, pra fal asaj pyetje që i bëri mjeku, nga ai moment ai filloi që të rimerte veten dhe të kapte memorien. Megjithatë, ata filluan që të jetonin bashkë, por jo më shumë se 3 vjet, sepse pas 3 vjetësh gruaja, pra Ketrina, vdiq. Dhe pas saj, nuk kaloi shumë, pas 6 muajsh, vdiq edhe ai. Ndonse ishin të rinj, Aleksej vdiq së bashku me të. Një dashuri e përjetshme, me të vërtet, por mbi të gjitha një respekt mes njëri tjetrit reciprok, dhe ndonse ajo priti për 15 vjet, e priti dhe ai erdhi. Dhe sidoqoftë, ata për ato 3 vjet jetuan bashkë, të lumtur. E di që do kush nga ju do thotë, çfarë jete ishte kjo, 3 vjet. Sidoqoftë, kjo tregon dashurinë e madhe dhe respektin që mund të kesh për një njeri, sepse respekti dhe dashuria nuk thuhet me fjalë, por bëhet me vepra. Ju, a do të ishit në gjendje që të prisni 15 vjet një të dashur apo një të dashurin tuaj? Pres komentet tuaja. Ju përqafoj, natën e mirë.